drejt për drejt, mirëmëngjes Shkodër. E ftuara ime sot është një artiste e re, por shumë e veçantë në dimensionet e saj artistike. Ndjeshmëria. Ndjeshmëria që përkthehet në artin e saj, pamor, në pikturë, në fotografi, në punimet e dorës, por edhe me komunikimin nëpërmjet televizionit, filmit, radios, e bën të ftuarën time tepër të veçantë dhe që paraqet një interes jo vetëm në frymëzimin, por edhe në realizimet e saj mjaft të frymëzuara. Së bashku me mua sot në këtë mëngjes është Joana Marku. Mirëmëngjes Joan. Mirëmëngjes se ke ardhur. Mirë se u gjej. Më pëlqen që jam me ty në këtë mikrofon, për ty mikrofoni radios shtëpia dytë. Pra nuk është as pak i panjohur, por gjithsesi kam ngulje që të qëndrojmë paksa në ndjesitë tuaja artistike, në këto ndjesi që përkthehen në realizime mjaft të veçanta. Faleminderit njëherë për ftesën, edhe për mundësinë që jep shpeshherë edhe për promovimin e artit, sepse jo çdo televizion dhe jo çdo radio sot e jep këtë mundësi. Se takon pjesës artistike, mund të them që kam akoma shumë. Natyrisht. Kam akoma shumë për të arritur. Je një vajzë e re. Por ato treguesit, po thua, është në sprintin tuaj janë tani unë jam munduar faktikisht të prek disa fusha të artit, sepse nuk i dihet asnjëherë, ndoshta gjej veten diku tjetër më shumë se sa tek një fushë tjetër, dhe jam edhe pak person që kam qejf të eksperimentoj, pëlqen shumë eksperimentet. Kjo është arsye pse jam munduar të prek disa pikë artistike, që të shoh edhe shikoj edhe si funksionon logjika e një fushë të caktuar. Pra, piktura ka një logjik tjetër, muzika ka një logjik tjetër, por gjitha bashk, domethënë për mua arti është pika ku bashkohet puna me dashurinë. Është edhe në çdo aspekt jetës, jo vetëm pjesën artistike. Pra, nëse një punë bëhet me shumë dashuri, ajo është art, nuk është më punë. Por të gjitha këto veprimtari që ti zhvillon paralelisht kanë një bazë, kanë një prirje artistike, nuk mund të bëhen nga kudo, sa do dëshirë të kenë për punën, apo jo? Patjetër, ndoshta është talenti, nuk e di se si mund ta përkufizoj, por shpeshherë ndikon edhe kultura dhe mënyra se si je rritur që në fëmijëri. Domethënë është fëmijëria ajo që vendos bazat gjithmonë, çdo aspekt, edhe në karakter, edhe në pjesën e talenteve, dhe sepse unë jam me idenë që çdo person mund, domethënë ka aftësitë për të zhvilluar gjitha fushat, por ajo çfarë ndodh është se ne nuk mund t'i ushqejmë të gjitha fushat që kur jemi të vegjël. Kështu që del në pa ajo çfarë ne japim e ushqejmë. Pra nëse unë kur kam qenë e vogël kam pikturuar shumë, po ushqej atë pjesë, nuk po ushqej matematikën për shembull si talent tjetër. Pra varet se çfarë ushqejmë ne për të nxjerrë në pa. Po më bën përshtypje fusha e krijimtarisë në artin pamor. Ti drejtohemi pikturës tënde. Përgjithsisht janë kompozime. Dhe duke i parë ato njihesh me filozofinë që pasqyrojnë, që shprehin, me ndjeshmërinë artistike që transmetohen nga një psikologji, nga një gjendje veçantë psikologjike. Natyrisht ajo çfarë është mbrojtur në subkonsciencën tënde zbërthehet menjëherë në diçka të prekshme që të rrëmben dhe që merr jep me unin, me individin, me personin, me ndjeshmërinë e secilit. Si ndodh tek ti? Të ta shpjegoj me fjalë konkrete është pak e vështirë, sepse ato janë ndjesi që dalin qoftë edhe në moment. Nëse ke vënë re, pikturat e mia nuk janë të gjithit njëjtit stil. Pra ndryshon sa një pikturë një tjetër. Te një varg pikturash mund të kem përdorur disa ngjyra të caktuara, tek disa tjera ndryshe, ose miksimi mund të jetë ndryshe, ose stili, ose teknika, domethënë sepse unë nuk është se kam mbaruar shkollë për pikturë ose kurse, është gjithçka domethënë që e kam mësuar vetëm në mënyrë autodidakte. Dhe ideja është kjo që momentin që unë frymëzohem, ndodh për shumë arsye. Mund ndodhin qoftë edhe prej një përqafimi që mund të më japi një person
që unë mund të njoh, një koleg, një kolege ose një person i dashur i imi, mund të më frymëzoj diçka për të hedhur aty. Shpeshherë më frymëzon shumë edhe sistemi, sepse nuk do të tregoj fodulle ose me një madhe, po jam shumë tipi drejt për drejt. Edhe ka shumë gjëra që në sistemin tonë në Shqipëri, në pjesën politike, nuk më pëlqejnë, por kjo më frymëzon, domethënë është ky kaosi i madh që mua më frymëzon të të jap pak forma këtij kaosit. Dhe edhe të shprehësh mesazhin tënd nëpërmjet punimit. Ideja është që një artist duhet të jap personit, pra individit, audiencës, atë çfarë audienca ndoshta nuk e ka njohur deri në atë moment, por kur e shikon, kupton që është pikërisht ajo gjë që i ka munguar gjatë gjithë kësaj kohe. Pra jep diçka që realisht e ka nevojë audienca. Një stil i veçantë do ta quaj. Domethënë pikturat e mia frymëzon, qoftë nga ëndrat, qoftë nga ndjesitë e momentit, qoftë nga një muhabet që mund të bëhet në kafe, qoftë nga figura e femrës, qoftë nga ideja e të shprehur diçka, domethënë thjesht dua të shpreh diçka. Me sa po kuptoj, është shumë diçka që qëndron në stresat tuaja të brendshme, në subkonsciencën dhe pret thjesht një trokitje për t'u derdhur. Absolutisht. Ajo që gjej shpesh në punimet tuaja në pikturë është figura e femrës. Figura e femrës e parë në vështrime, në ndjesi, në transmetimin e ideve, të ëndrave, të ndjesisë së bashku me natyrën, në të sotmen, në të djeshmen, në të brendshmin e saj, në shfaqjen. Gjithsesi këto gjendje më duket se shpesh i gjejmë tek piktura juaj e femrës. Faktikisht femrën e kam përfshirë edhe tek aspektet e tjera, femrën e përfshij shumë, sepse sidomos në Shqipëri femra ka shumë nevojë për mbështetje, qoftë në pjesën artistike, qoftë në pjesën e punës, qoftë në pjesën e ndihmesës, qoftë në pjesën e dhunës që ndodh, që vazhdon edhe ndodh, ndoshta shqiptarët nuk e pranojnë më këtë gjë, por është e dukshme që është prezente pra. Dhe kjo mua më shqetëson shumë realisht. Siç e the edhe vet në lidhje me ëndrat, edhe kjo pjesa e figurës femrës shpeshherë lidhet, mendoj që ëndrat, domethënë çdo lloj personazhi, çdo lloj gjëje që ne shohim gjatë natës, është pasqyrimi vetvetes. Po. Dhe të gjë mundon të bëj. Pra, edhe femra që mund të jetë në çdo pikturë timen, deri diku është pasqyrimi vetes time. Po unë i dua shumë femrat se janë një forcë shumë e madhe e shoqërisë, edhe unë do t'i jepja shumë kurajo për të ecur përpara. Për t'ja dalë vetë edhe domethënë për të punuar sa më shumë, sepse ne njohim femrën si një person që rrin në shtëpi, faktikisht shumicën e kohës, por njerëzit nuk e kuptojnë që edhe duke qëndruar në shtëpi janë shumë punë. Dhe janë shumë dimensionale. Dhe janë shumë punë, pra dhe njerëzit nuk arrin të kuptojnë që se në shtëpi, je në shtëpi edhe nuk është se ke ne punë për të bërë. Madje kjo tematikë të ka tërhequr edhe pak më herët, rreth pak më shumë se një vit e gjysmë, ke realizuar një film me metrazh të shkurtër që mban filmin tënde dhe madje është paraqitur në një kompeticion që është vlerësuar si në një puzzle. Ke përfshirë këtu ndjesitë sociale që lidhen me ishte një konkurs për barazin gjinore. Realisht edhe po ta shohim në aspektin politik, siç flitet, duhet të jenë 50% burra, 50% femra, nuk jam dakord me këtë realisht. Sepse nëse janë shumë meshkuj më të aftë se sa shumë femra, le të jetë ashtu dhe edhe e kundërta, nëse janë shumë femra më të aftë se sa. Pra gjithmonë varet te aftësia dhe vlera unë jam që për meritokracinë, nuk është se duhet t'ja japësh një vend ose një post pune një femër sepse është femër, sepse ajo është diskriminim një tjetër kohë. Se je femër dhe po fiton punën, duhet ta fitosh me meritokraci, s'ka rëndësi, je mashkull apo femër. Pra nuk jam këtu në aspektin e barazisë gjinore, nuk jam 50 me 50. Është meritokracia në radhë parë dhe pastaj vjen pjesa e gjinisë, se çfarë gjinie seksit i takon. Ideja është që
femra për mua nuk duhet të diskriminohet, por njëkohësisht as meshkujt, as figura maskullore, sepse janë dy ikona. Kjo është një balancë shoqërore. Patjetër, janë dy ikona të shoqërisë, janë dy bazat e shoqërisë që pa njëri tjetrin nuk mund të kenë diçka të plot. Pra ideja është që me këto karakteristika që ka një mashkull dhe karakteristikat e tjera që mund të jetë komplet ndoshta më intuitive, më emocionale se sa pjesa maskullore, mund të krijojnë diçka shumë bukur bashkë, duke futur pak tolerancën, mund të krijojmë një balancë, sepse unë nuk jam dakord për femrat të jetë këtu mashkulli këtu dhe as së kundërta, sepse normalisht kanë të dy vendet e tyre dhe aty ku i takon të mbajnë vendin. Ne kemi folur për filmin tënd, por gjithsesi ndjeshmëria rreth tematikës sociale i parë në një prizëm tepër artistike të bën që të mendosh për Esurin. Është një film që mund të ketë të tjerë pasardhës. Ndoshta mund të ketë, unë kam menduar faktikisht të bëj disa filma të tjerë, por shpesh herë ne artistëve të rinj kemi ca probleme që ndoshta për arsye të kohës, sepse unë nuk është se jetoj me piktura ose nuk është se jetoj me art, unë punoj 10 orë në ditë dhe sigurisht është diçka që duhet t'i përkushtosh pak kohë edhe filmit. Pavarësisht se filmin e parë pra si një puzzle e kam bërë për 2 ditë, sepse po mbaron të afati dhe unë kisha lexuar shumë vonë njoftimin për të bërë filmin. Dhe fitova gjithsesi, por tani që e mendoj, po ta kisha bërë tani filmin avash, ndoshta do kishte dalë më bukur sepse ka ca gabime. Ndoshta edhe për syrin tim se takon artit jam gjithmonë dua të jetë perfekt, jam shumë kritike dhe ndoshta ky është edhe një gabim, sepse të lëm prapa, duke munduar të jetë gjithçka perfekt. Nganjëherë është më mirë të bësh diçka në mënyrë spontane. Po, Xhan, më bën përshtypje se të gjitha në këto dy sfera të artit për të cilat folëm, qoftë piktura, qoftë filmi, në fakt ti nuk je specializuar, i ke marrë në mënyrë intuitive shumë nga mjeshtrit dhe teknikat e tyre. Si ndodh kjo? Nuk e di, ndoshta mund të jetë unë faktikisht shoh filma, shoh shumë, frymëzohem edhe nga të tjerët, pra është mënyra se si ti e ke mësuar veten gjatë gjithë kësaj kohe. Nëse ti nuk ke parë kurrë asnjë lloj forme në kuptimin e pikturës, pra nëse nuk ke studiuar asnjëherë ose nuk ke parë qoftë edhe për shtyr kuriozitetin, qoftë edhe në internet, normalisht nuk aq që ke horizontin, domethënë sa më shumë të shohësh, lexosh edhe të kuptosh edhe të studiosh, aq më shumë hapet horizonti. Dhe kjo ndodh, sigurisht kjo ndodh pastaj që ke sy për pikturë, si thonë kjo ideja. Jo, po teknikat gjithmonë janë diçka specifike, janë diçka ndoshta ndodh një person për shembull mund të ketë talent, mund ta ketë talent të lindur, nuk e di se si ndodh, shpesh herë më thonë edhe për ty ka ardhur, kjo. Por jo vetëm kjo, edhe fotografia për shembull, ke një sy të veçantë rreth. Un kam menduar shpesh herë të ulem të bëj foto, kështu, po ndodhi një herë që e lash të bëj foto seriozisht, pra ta marr si projekt. Edhe me 2 shoqet mia të morëm një aparat fotografik. Edhe ishim tek shtëpia ime, rregulluam atë me një çarçaf të bardhë, bëm sfondin aty te dhoma ime dhe bëm ca foto që prap kishin figurën e femrës në qendër, që donin shumë bukura dhe unë vetë u çudita, domethënë se ishte thjesht si eksperiment ta provojmë një herë se si del. Edhe pa ditur të përdor as aparatin, domethënë edhe pjesën e ignorancës në këtë fushë, le të themi, sepse nuk duke qenë se jam profesioniste, s'kam bërë ndonjëherë foto siç bëjnë, siç janë shtuar shumë fotografët kohët e fundit. Dhe ideja ishte që të nxjerr forcën e femrës përpara. Dhe dolin foto jashtëzakonisht bukura dhe mua më pëlqen sepse mua zakonisht nuk është se pikturat e mia nuk është se më pëlqejnë gjitha ose fotografitë e mia, më pëlqejnë disa, por ato që më pëlqejnë di se janë realizuar okay. Dhe kam marrë aprovimin edhe shumë personave të tjerë që të vazhdoj edhe me pjesën e fotografisë, por siç e thash, koha, se veç një ditë, një javë që kemi pushim, 2 ditë dhe ato do t'ja kushtojmë patjetër familjes. Natyrisht kjo është një
diçka shumë shpresdhënëse, shumë e bukur. Unë më herët e kam përmendur atë sprintin tënd, nuk dua të quaj as fillim, as vazhdim, as natyrisht drejt finishit. Jo, është një sprint të cilën ti me ndjesitë tuaja artistike po i ushqen çdo ditë. Ndoshta ditët mbarsin tek ti ndjenja, mendime, frymëzime dhe siç më thatë pritet thjesht një shkëndij për t'u derdhur më njëherë. Por jo vetëm në portretin artistik të Xhanës, un kam edhe shumë sektor të tjerë të shpirtit, të cilët ushqehen her pas here. Prandaj është e veçantë kjo vajzë në aspektin e frymëzimit dhe të realizimeve të saj. Punimet artistike të Dorës. Po. Dhuratat e personalizuara, ndjesitë tepër të veçanta që shprehen në to, e bëjnë përsëri tepër artistike shprehjen e çdo gjëje që prek me dorë. Tu ke prekur një emocion shumë të madh. Mua puna e dorës më jep shumë emocion faktikisht, që kur kam qenë vogël me mamin bënim me grep. Edhe bëja fustanet e kukullave. Kisha shumë qejf edhe gratë pas diteve kur uleshin duke pirë kafe aty poshtë pallatit, poshtë tek obori i shtëpis, punonin gjitha kështu me grep dhe unë shkoja i shifja kështu, i thoni mamit tim, ç'është ky fëmijë që gjithë shkojnë në lozën atje, kjo do të bëj me grep kur isha vogël. Më ka interesuar gjithmonë kjo pjesë sepse më duket diçka shumë interesante se si një fill mund të arrijë të bëjë diçka shumë artistike, dhe është artistike. Dhe ne në Shqipëri nuk e vlerësojmë shumë punën e dorës, fatkeqësisht, sepse e kemi parë shpesh herë në familjet tona dhe për ne është diçka normale. Po shohësh jashtë shtetit, po shohësh jashtë territorëve të Shqipërisë, puna e dorës vlerësohet shumë dhe është shumë e shtrejtë. Pra këtu në Shqipëri ndodh një përplasje edhe tek çmimet. Pra nëse unë dua të shes diçka që kam punuar me dorë, është ju bën shumë përshtypje çmimi sepse është shumë e shtrenjtë, ndërkohë që harron personi që për të bërë diçka me dorë duhet kohë, duhet durim dhe duhen detaje, sepse detajet janë ato që bëjnë diferencën edhe një punim dore. Dhuratat e personalizuara kanë ndodhur krejt rastësisht. Thjesht duke pikturar një shishe, më erdhi një ide, t'i bashkoj me pak vaj, pak ngjyra kështu. Edhe fillova të eksperimentoja dhe doli diçka shumë interesante. Dhe më një herë holla në Instagram, siç është bërë tashmë trend. Është bërë trend Instagrami, çdo që bëj do edhe në Instagram. Edhe e hodha dhe filluan reagimet që momentin që e hodha. Ua, sa e bukur, si i bën, tani kisha problemi se unë nuk kisha më ashtu shishes. Edhe thoja, sa ajo ndodhi rastisht që e kisha në shtëpi një shishe alkooli nga këto që kemi pasur këto shishet e vogla. Ku ti gjej shishet, unë tani të bëj dhurata me porosi. E thonin, a mund të shkruaj diçka që dua vetë ta bëj për dhuratë? Po, do të lajmëroj unë kur t'i kem gati. Atëherë kam shkuar, kam bler gjitha pajisit e nevojshme, kam investuar, pra, marrë se kam pasur mundësi, dhe ka 3 vite që unë shes shishe çdo ditë. Domethënë gati çdo ditë. Po thuaj se çdo ditë kam një porosi. Kjo qen ka si ajo shprehja që ne në Shkodër i kemi, po lëshoje, po nuk më lëshon ai mua tash ti, sepse ti bëre diçka dhe ka ndodhur shumë e çuditshme. Pastaj fillova dhe me ftesat e dasmave. Kisha disa kërkesa për të bërë disa ftesa dasmash. Dolën shumë interesant. Por nuk është se kam nuk e kam vazhduar sepse më duhet një staf, më duhet 3-4 vet, 5 vet për të bërë 300 ftesa dasme. Duke qenë se unë punoj deri në 7 gjysmë darkë, nuk është se kam shumë kohë. Shumë kreative Xhan. Më frymëzojnë shumë gjëra, merit. Kjo është diçka e mrekullueshme, por ajo që është përsëri e përbashkët është dashuria me të cilën i vesh këto punimet tuaja. Është komunikimi. Me komunikimin natyrisht je e përditshme, por je edhe mbi një bazë shkollore. Ke mbaruar për komunikim gazetari dhe kjo ndoshta ta shoqëruar për gjatë gjithë kohës. Unë jam munduar gjithmonë t'i lidh gjitha gjërat bashkë, qoftë shkollën, qoftë
pjesën e punës, dhe puna që unë bëj tani është komunikim, pra ka lidhje me komunikimin pavarësisht se nuk është televizion, por edhe piktura është komunikim, edhe muzika është komunikim, edhe punimet e dorës janë komunikim, çdo lloj arti është komunikim. Edhe kjo radio që është këtu është komunikim dhe është art. Dhe mendoj që edhe punë të shtëpisë për mua janë art. Domethënë është diçka që kur bëhet me shumë dashuri, ajo është artistike dhe kaq. Pra nuk duhet punojmë fort, duhet punojmë me dashuri për të arritur një produkt cilësor, sepse duke punuar fort mund të arrijmë produktin, mund të arrijmë diku, por ndoshta mund të mos jetë shumë emocional. Ideja është edhe tek piktura për shembull, ideja është që ti kur shikon një pikturë të t'jap një emocion. Pra, artisti nuk është se të tregon ty se çfarë ti duhet mendosh. Është ajo çfarë ty personalisht përcjell, sepse mua mund të përcjellin diçka tjetër, dikujt mund t'i përcjellin diçka tjetër dhe është pikërisht ai mesazhi, pra nuk është vetëm një mesazh për një pikturë, janë disa mesazhe në varësi të perceptimit të njerëzve. Ke menduar që këto punime tuaja ti formzosh në ekspozitën numër 1 për shembull? Kam menduar disa herë, kam menduar disa ekspozita, kam menduar të bëj disa projekte. Ndoshta artisti në këtë rast, se shpeshherë artisti duhet të ketë edhe një shtys tjetër, sepse vetëm nuk bëhen gjitha. Dhe ideja është që unë kam pritur deri tani momentin e duhur ose ambientin ose edhe pak kohën. E gjitha, sepse unë për një vit kam bërë të rreth 50 piktura. Dhe gjitha janë nisur, do të bëj 3 piktura për ekspozit, ja ti bëj edhe 3 tjera për ekspozit, ja ti bashkangjisë dhe nuk u bërë asnjëherë ajo ekspozit, kjo është ideja. Jo, po do bëhet? Do bëhet patjetër, jo, do e bëj një ekspozit, kam menduar të bëj edhe një ekspozit për fotografi. Po. Dhe ti kompozoj pak bashk, si më thënë. Edhe ti shtosh në një sfond ku vizitorët të vinë, të shohin punimet në pikturë, punimet fotografive, pra fotografit, por edhe diku në një sfond pak muzikë, ku I fejuar yt me kitarë dhe ti këndon ashtu në atë stilin tuaj. Ndoshta edhe unë u bëra pak e frymëzuar nga gjithë. Po, kjo ideja është që artistat duhet të qëndrojnë bashkë për të frymëzuar njëri tjetrin. Dhe nëse e shohim të gjithë piktorët të mëdhenj në kohë, kanë qenë prej të njëjtit, domethënë kanë 3, 4, 5 piktorë kanë qenë në të njëjtës periudhë. Janë produkt. Janë produkt, pra sepse kanë qenë të njëjtin vend, në Francë ose në Itali ose diku, pra kanë qenë gjithë njëjtë periudhë dhe kanë ndikuar njëri tjetrin. Don s'do ti ndikohesh dhe ti je mesatarja e 5 personave që ti rri gjatë gjithë ditës. Siç duket frymëzoheni nga njëri tjetri edhe me Mirenin. Patjetër, sigurisht, frymëzohemi shumë edhe arti është pjesë e përditshmërisë tonë, qoftë jeni kritik ndaj njëri tjetrit. Unë dua që të jem shumë kritike, por shpeshherë lëm veten time më spontan, sepse arti ndonjëherë ka nevojë edhe për atë lirshmërinë e vet. Natyrisht. Por edhe televizioni është pjesë e jetës tënde artistike. Po, kam punuar edhe në televizion. Televizioni është diçka shumë interesante. Edhe radioja, po ashtu se shumë e ngrohtë. Radio është dashuri më vete, për mua. Shumë e ngrohtë, po, absolutisht është. Radioja është e ngrohtë edhe t'jep mundësinë për të shprehur lirshëm. Ndërsa televizioni nuk e kam prekur të gjitha aspektet, nuk kam prekur 2-3 pjesë të televizionit. Ndoshta do kisha dashur të bëj diçka pak më ndryshe, por sipas mundësive në Shkodër, në sistemin tonë. Është edhe pak më komplekse. Radio është shumë më komode. Është më ngrohtë, por televizioni, mund të ketë, në radio nëse zëri është pika kryesore, në televizion është imazhi. Xhan, dua të di ndjes. Dua të di diçka për këtë ditë tuaja, një përditshmëri shumë të afërt mbi emocionet e këtyre ditëve, të derdhura diku, të frymëzuara nga dikush. Unë jam gjatë gjithë ditës në punë. Edhe shpeshherë kam atë frymëzimin, po nuk kam se si bëj piktura ose të shkruaj diçka, sepse edhe me shkrimin
nuk jam keq. Shkruaj ndonjëherë. Se prekëm fare, por ajo që ti the natyrisht na çon drejt asaj. Faktikisht unë shkruaj shumë, nuk postoj, nuk I bëj publike shpesh herë shkrimet e mia, sepse tani për shkrimin jam shumë kritike. Sepse mendoj një person që e merr përsipër të shkruaj dhe të publikoj diçka duhet të jetë shumë korrekt dhe shumë I qartë shumë konciz me idetë. Edhe duke qenë se shkrimi edhe çdo pjesë e artit është, domethënë, është një muskull që ushtrohet çdo ditë. Nëse ti nuk ushtrohesh, do t'i humbësh reflekset. Dhe është në çdo pikë artistike, do t'i kthesh edhe një herë nga fillimi pastaj. Pa ideja është që unë shkruaj çdo ditë, shkruaj diçka, çfarëdo që të jetë, qoftë poezi, qoftë të hedh diçka në letër, por nuk I postoj asnjëherë. Unë postoj atëherë kur nuk jam dakord me sistemin, kur është diçka shumë e madhe që mund të macarojnë, domethënë, që mund të agjitohem shumë edhe dua që ta ndaj edhe me të tjerët, qoftë për le të themi për studentët, për shembull, për gratë ose për patjetër. Jam munduar të hap edhe një blog timin, Eva sot, për të ndarë edhe historitë e grave të tjera dhe femrave të tjera që duan të ndajnë edhe qoftë edhe në anonim, thjesht për të shkruar diku. Duke parë hap pas hapi të gjitha këto aksesor, nuk janë aksesor, janë rrugë të shtruara, janë korsi të bukura të shpirtit dhe të ndjenjës. Më lind pyetja, ke ndonjë prerje genetike që lidhet me ndjeshmërinë artistike ose me diçka tjetër që të bën të veçantë? Tani, mami im është pjesën e komunikimit e ka edhe shkruante gjithmonë. Kur I thoja mamit kam një ese për të bërë, I thoja vetëm ma filloti, se unë pastaj e vazhdoj vetë. Pra ka pasur, mami ka dorë për shkruar, gjithashtu edhe motra. Daja im, ka qenë në piktor shumë I aftë, por komunizmi edhe njollat në biografi nuk e lejuan që të vazhdonte. Por gjithsesi ne kemi pasur, më thënë, edhe baba im e ka gdhend në dru dhe edhe në gurë. Është art shumë dhe veçantë. kemi do të thënë kam prekur artin që në fëmijëri. Po un kam qenë pak më ndryshe se motrat, për shembull, se edhe motra ime e madhe është prapë edhe më talentuar se unë po ta njohësh. Po si din gjitha fushat e muzikës, domethënë di piano, kitar, flaut, piktur, skulptur, I ka prekur gjitha fushat. Por unë kam qenë pak më e çuditshme se të tjerët, se kur më thonin pikturo motrën, unë e pikturoja me flokë ngjyrë Leila dhe kaçurrelë, ndërkohë që kishte flokët e zeza. Pra, do thënë kisha një aspekt që kur kam qenë vogël doja t'i bëj gjërat ndryshe nga të tjerët, dhe të ishte pra diçka kundër rrymës. Dhe për ta perceptuar botën e mendjesitë tuaja. Patjetër, sigurisht. Por që gjërat e veçanta mua më pëlqejnë gjithmonë edhe mendoj që një detaj krejt I vogël mund të bëjë diferencën. Pjesa klasike është shumë e bukur, por unë jam më tepër tek kompozimi I ngjyrave dhe të jetë diçka pak më kaotike, sepse I përshtatet më shumë edhe realitetit sot. Pjesa klasike, ne nuk jemi më klasik, ne kemi kaluar një standard tjetër që nuk e dim as shqiptarët nuk e dinë se ku janë as vetë dhe është shumë kaotike situata. Edhe mua më shqetëson shumë që gjithë artistat po ikin nga këtu, edhe po ikin në masë, po ikin jo vetëm artistat, po edhe njerëzit intelektual, po ikin gjithë edhe këtu po mbetet. Domethënë, vendi ka nevojë, unë po të kisha diçka në dorë për të rregulluar tek shteti jon, ajo që do të bëj ishte do të rregulloja standardin e jetës për të tërhequr gjithë personat që kanë ikur, sepse ato e bëjnë vendin. Ne janë shumë artista nga Shkodra që ne nuk I njohim, vinë në Shkodër dhe ne nuk I njohim. Dhe kjo është për të ardhur keq sepse jemi këtu, nuk njohim pjesën intelektuale të vendit tonë, ndërkohë që vendet tjera ato janë vlerësohen.
Po kjo është edhe një grishje jote e shpirtit, një diçka që sa bën të mendohesh, aq të dhëmb dhe të bën të thërrasësh me veten dhe tek të tjerët. Në fakt, takimi ynë sot nuk pretendoj të ketë hapur të gjitha portat tuaja, ato janë përsëri në pritje të dorezës për të çelur, sepse vetë jeta të jep shanset, ashtu siç thatë, por unë mendoj se në ravizimin e profilit tënd vëm ca tipare në portretin tënd artistik. Xhan, në fakt më frymëzove në këtë ditë se si një vajzë e re me gjithë këto ndjesi frymëzuese, artistike, por jo vetëm, në një pozicion tepër të veçantë, por edhe social, por shoqëror, jep dhe merr me artin e saj dhe në këtë ndërveprim ka gjëra shumë të bukura dhe të veçanta. Sigurisht. Unë marr gjithmonë kam marr feedback pozitiv nga njerëzit. Dhe kjo gjë mua më shtyn përpara dhe shpeshherë i them njerëzve, më thuaj vërtetën. Nuk dua që më thuash je okay thjesht për të më mbështetur. Më thuaj vërtetën, është bën apo s'bën. Dhe kam marr gjithmonë në feedback pozitiv nga njerëzit dhe kjo më bën të ndihem e vlerësuar, më bën të ndihem mirë dhe të vazhdoj akoma edhe më shumë. Deri tani pjesa artistike nuk ka qenë diçka që e kam bërë për punë edhe pse kam arritur të shes për shembull disa piktura, por shpeshherë më çan zemra kur i shes, them drejtën, sepse kanë shumë brenda, domethënë shumë gjëra që unë i kam pasur brenda i kam hedhur aty dhe janë sikur të ishte një fëmijë. Është si të jetë një fëmijë, domethënë. Nga njëra anë kënaqem që po arrit të shpërndaj ose edhe të dhuroj, shpeshherë kam dhuruar pikturat mia, qoftë edhe për ta shpërndar pak artin edhe emrin që të njihet. Por nga ana tjetër më vjen edhe çaj sepse më duket sikur po heq nga vetja ime diçka time, domethënë. Diçka që ka qenë ime dhe ajo nuk është asnjëherë përsëritshme. Pra të njëjtin pikturë nëse unë dua ta bëj, nuk mund ta përsëris 2 herë të njëjtën gjë. Asnjë artist në botë nuk do të mund ta arrijë. Një portreti, një gruaje mbi të cilën kanë rënë ca gjethe, ca flutura, më fal, edhe që ajo duket për te tyre, si dëshmi e një realiteti që jep e merr me të brendshmen, me ndjesitë. Flutura ka një simbol, është simboli i mendjelehtësisë. Shpeshherë, pra simboli jo i mendjelehtësisë si budallaçe, nëse mund ta themi kështu, por i veprimet të pamenduara. Dhe shpeshherë femra e ka këtë, edhe pjesa maskullore, por po flas për femrën përderisa kam bërë një vajzë aty, edhe shpeshherë kjo gjë ndodh edhe me mua. Që shpeshherë ndodhin disa momente që nuk i mendon thjesht i bën. Kjo sepse artisti e ka në gjak të marrë përsipër ndoshta edhe një rrezik, të marrë përsipër ndoshta diçka që nuk e ka bërë kur më përpara dhe po ta pyesin dita bësh, thot po dita bëj, edhe nëse nuk e ka bërë asnjëherë, kjo është edhe pjesën e komunikimit pastaj. Pra tregon që ferma sot po mbijeton përtej gjithave pra gjykimeve që i bën si mendjeleta ose si budallaçka ose si të bukura, sepse flutura është ide që është e bukur por nuk bën asgjë në fundit. Pra nuk duhet të jetë ferma kjo. Dhe i kam përshtatur pak që t'jap këtë mesazh që të mos ndiheni kështu si ferma, se jeni shumë më shumë se sa një blet, jo si një flutur. Sa bukur. Ne dëgjuam disa trokullima hapash në rrugë që të tingëllojnë si një ecje shumë e sigurt. Kjo është Joana Marku, e cila vazhdon në ecjen e saj dhe përpara I hapen shumë rrugësa në rrugën e madhe të artit. Shpresojmë shumë edhe unë do mundohem, deri tani kam hapur rrugën vetes. Do mundohem shumë që të vazhdoj me këtë ritëm, ndoshta edhe pak më tepër t'i kushtoj vëmendje, ndoshta të bëj një film tjetër që e kam në mendje, po thjesht më duhen pak njerëz dhe më duhet një ambient për ta realizuar, edhe disa detaje tjera, sepse kam shumë ide. Personat, edhe kjo është
e kanë thënë dhe të tjera që një person i cili nuk ka mundësi, ka më shumë kreativitet se sa një person që i ka gjitha mundësit, sepse ai që i ka gjitha në rregull nuk është se mendon shumë. Të duket sikur i ka mbërritur, kurse një që synon gjithmonë prodhon dhe ka shumë ide. Dhe un kam çdo ditë ide. Un shoh diçka dhe më lind një ide, them të do e bëj dhe menjëherë shkruaj dhe e mbaj dhe çdo ditë domethënë e ripërpunoj dhe e rregulloj, perfeksionoj deri në atë pikë që mendoj që okay, tani është ajo çfarë dua të bëj. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur të kesh këto motive dhe të jesh e motivuar kaq bukur artistikisht. Shumë ishte shumë kënaqësi që ishi sot në studio Mirëmëngjes Shkodër. Vërtet me mesazhet, me shembullin, me çdo gjë të realizuar, por që pret përsëri të realizohet. Jo thjesht më bëre përshtypje, po më frymëzove. Dhe kjo është edhe dëshira ime që edhe njerëzit që të na ndjekin të frymëzohen nga të ftuarit e mi, të kenë më shumë besim në ecjen e përditshme në rrugët e tyre. Cilat do qofshin ato? Mjafton të jenë me një vullnet të mirë dhe pasion të madh. Do të jepja një mesazh për pjesën e frymëzimit. Mendoj që njerëzit thjesht kanë mungesë vetbesimi. Ajo çfarë duhet bëni është të vendosni vetes një qëllim dhe ta besoni dhe të mos dyshoni as një sekond që do të arrini atë qëllim. Dhe vetëm ashtu do të arrini. Në momentin që ju keni dyshimin më të vogël, çdo gjë do të vështirësohet. Kështu që ideja është që mos u ndalni dhe besoni në çfarë do lloj aspekti tjetër, qoftë në punë, në çfarë do lloj aspekti për një arritje të caktuar, thjesht besojeni ajo që do të ndodhë, sepse mendimet janë sende, janë përkthehen në veprime dhe nëse ti mendon negativisht do veprosh. Nëse mendon pozitivisht, ajo gjë do të ndodhë. Mira sjell të mirën. Patjetër. Unë të uroj veç të mira. Unë të uroj frymëzime të bukura dhe realizime të aq të bukura në të gjitha këto rrugë që ti shkel çdo ditë, frymëzohesh dhe realizon çdo ditë. Shumë faleminderit që më ftove, edhe më kishte marrë malli edhe për studion faktikisht, sepse po ishte një kënaqësi shumë e madhe për mua. Shumë faleminderit. Të uroj çdo të mirë. Besoj që jemi prapë. Po patjetër, sepse realizimet mund të jenë një ekspozit, një film, diçka tjetër. Faleminderit edhe një herë dhe suksese gjithmonë. Gjithashtu. Faleminderit. Nuk kam fjalë